Herë do shkojmë atje në Modena. Do blejmë lulka. Tu të vdesin lulka. Nuk do më vdesën këto. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin tim. Hello, mirë mëngjes, bienvenu, pu. Jam shumë e lumtur sot, sepse kishte thënë që të binte shi gjithë ditën, e tani e ka thënë që të bjerë gjysmën e ditës shi, kështu që ka diell. Edhe jam shumë e motivuar. Jam plot energji e fratello, sepse po do zgjohesha e do shifja ata green kudo. Nuk do isha kështu. Do isha më ndërsa tani. Se shef sot mas ditë do ja fuzësh gjumë. Por kam fetur ndonjë mbasdite që të flet sot se fillim. Plus që në mëngjes, në orën 9, Razilja, mendova që ishte komshia, thash ka erdhur të më jap lekët e dritës, sepse drita e pallatit është në emrin ton, i paguajmë ne dhe vinë pastaj na japën lekët komshit. Ora 9 të mëngjesit është shtun komshia doje. Papu nderën, po më priste një xhaxh më i pagon në Pepper Mayo aty. Kuptoni humori, akoma më opa. Duhet të lumtur edhe ju se mund ta gjeni te bazari. Jo. Do ja usjell Pepper Mayo te bazari. Bëri më zgjuar edhe ndjet shumë fani sot. Më ka pyetja 4 herë, po i kam dhënë me gram Milos. Ndërkohë e ka pa, më ka pyetë kapja, më ka pyetë. Njerëz e haroj që e kam pyetur, e harova. Një njeri jam edhe unë. Alzheimer on flik. Memoria ime nuk është shumë e mirë, e vërteta. It is what it is. Për këto gjëra nuk ka shumë e mirë. Po bana unë ai që e kujton 3 vjet. Duhet i gjejmë në Amazon. Po ka një diçka që e ngjis kamerën këtu te makina. Po, më duket ka Albiona e ka më duket. Ke në ato krahët të gjata, ke shumë gjëra. Mund ta bash krahun që del këtu edhe në gjithë kamerën. Që thoni, është dita e parë që jam zgjuar mirë, sepse të enten mbasdite, më ka zënë një dhimbje stomaku. E tmerrshme njerëz. Nuk merja do të frym nga dhimbjet. Klajdi nuk ishte edhe në shtëpinë në Torino. Prisnin se sa herë që ka tani Toronto këtu. Mi po hecja vashun. Do t'ju bëj se kam frikë që do bjerë kjo kamera. Mora unë një oki, më la për 1-2 orë, pastaj sa po hengra buk, fillovi dhimbja prap. E kam dentur gjithë natën e të entes, domethënë mëngjesin e të premtes në vuajtje, po qaja nga dhimbjet. Nuk mund të shkoja vetë në spital se i bie që duhet të ngas makinën, po unë me zor hecja, ria kështu mbështjellur e gjitha kështu nga dhimbjet. Edhe dje prap kisha dhimbje, sidomos mbasi haja ushqim, në moment që haja ushqim stomaku im vritesh shumë. Sot jam zgjuar jam mirë. Para se të hap kamerën vajtë mberëm kolacion edhe me Klajdin, hangra piva edhe nuk kam as mbesdi në stomak. Kështu që faleminderit o Zot, sepse nuk po i duroja dot më edhe këtë gjë. Dhe po themi tikëm të bëjmë një xhiro në Modena, sepse pas që do ketë një si tip fiere, me lulka, me gjerka, me ai do të shkoj të marr lulka për shtëpi. Tururu, edhe nuk është e vërtetë që më vdesën. Të gjalla kanë dendur, të gjitha thuajse. Çfarë? Se vdesin tani një periudhë tani do vdesën përgjithmonë. Ka një vit që nuk po vdesën, 2. Ndihet, po ti mban burri. E kur si e ti kush i mban? Ti më shumë si e se sa je. Nuk u gjeta asnjë nga ato 2 tipologjitë e luleve që desha. Erdha deri këtu apostafat që ti marr tamam, ti marr mirë. Bile pas një xhaxhi me lulet që desha në dorë, e thash yll, por kur vajtëm atje nuk ekzistonin. Tani ky xhaxhi ose i ka marrë e ka mbaruar, ose i ka marrë në dyqan me lule. Nuk e di. Unë për vete nuk i gjeta. Gjithsesi do ju tregoj pastaj se diçka gjeta. Nuk janë lule, po do ju tregoj pastaj. U kthevëm në shtëpi, vajtëm hengrëm edhe një drekë, ju them të drejtën. U sigurova që kam stomakun mirë, se hengra makarona me salcice me pana. Nuk është ideale për momentin që ke probleme me stomakun. Ishim në Modena dhe ty ka edhe të përdorura. E dini që është nga gjërat e mia dhe aktivitetet të preferuara në botë, like I love it. Edhe manifestimi, it's a real thing. Sepse çdo vit, çdo gjë që manifestoj, më arrin pak a shumë. Po kaloj fazën time me çizme që vitin e kaluar. Edhe po kërkoja çizme kafe, se kam marr 1-2-3 palë të mira të zeza, edhe desha një palçis me kafe shumë të bukura, me take elegante, të jenë edhe seksi, të jenë lëkur, të jenë edhe super mega vintage. E sa hyrë në të përdorura, gjëja e parë që shoh çfarë janë? What is this? Tell me, what is this? Edhe po të ishin në të gjata do i mirja, po edhe kaq të shkurtra barabart më pëlqejnë shumë. Kanë këtë formën kitten heel, këtë takën e ulët, të duam shumë nga të gjitha, edhe që të jenë kështu pointi këtu. Po ta shikoni, kanë edhe këtë si tip dizajni këtu para. Numri im, po më prisnin mua ishin 5 euro. Janë nga ato pieces të shtrenjta që kam bler, sepse në përgjithësi unë i marr 2-3 euro. Por ju kam thënë, inflacione ka filluar edhe në të përdorurat. Po,
po, si t'ja u tregoj unë tani këto? Këtë mrekullim që kam bler prap, si t'ja u tregoj? Fantastike. So beautiful! Janë një mrekulli, nuk kam fjalë. Çfarë të diskutojmë tani? Që nuk kanë as edhe një lloj defekti. Prandaj mora 5 euro, se po të kishin defekt do i kisha bërë repazar. Desha të shtrihem, okej. Desha të bëj gjumën tim të drejkës së vlla. Sepse e dini sa e rëndësishme është për mua. Po. Nuk fjeta dot. Po më vin për të vjell. Nuk e di pse. Ashtu që mirë kam stomakun, po me sa duket nuk e pas kam mirë. Kam ndjesi vjelljeje gjithkohon. Edhe jo nuk jam me bar. Okej, nuk jam me bar. Virus stomaku duhet të ketë. Që them të drejtën. Para si të kthejmë unë, Klajdi. Po. Ishte virus. Po. Në stomak. Po. Edhe ishte ashtu me ndjesi vjelljeje dhe me djegje stomaku e njërin e tjetrit. E me sa duket. Po, nuk baja si ty. Çfarë? Baja viktim si ty. Jo, bëja me keq, nuk vajti në punë 2 ditë e bënte. Ja, më thuka 2 ditë. 2 ditë zvajte. 2 ditë nuk baja. E miria telefonin bënte. Po mirë tani duhet baja sa kur nuk ndjesha mirë për me justifiku që nuk vajta në punë, po. Nuk kisha aq keq. E ma kanë gjitur ky deri. Ky deri. Tani dekëm në super C. Nuk kemi asuj në shtëpi, as ushqim për lushkën. Tamatiamu. Shtype pak suratën tim. Që thoni ju, bana fotografin me Aslanin. Thjesht e dini çfarë. Nuk e sqaron e anke, bëra fotografi me Aslan. Është një futbollist. Është një futbollist. I Torinos, që është shqiptar, që luan për Torinon. Po njohin të gjithë Aslanin, është. Po, e di që audienca ime janë goca. Çdo më thanë që e shohin komentare. Po, edhe Klajdi ishte këtë javë në Torino. Filloj nga e para. Isha këtë javë në Torino. E me që unë ndjek futbollin, më pëlqen një lojtar shqiptar që e ka emrin Kristian Aslani. Ishim 8 tifozë Torinos, edhe ato po shikonin mu. Po ky, pse nuk po bam fotografi me lojtar të tjerë? Mu më intereson të bëja vetëm me Aslani. Doli ai, edhe unë i fola në shqip. Ai qeshi, neti aty 2 sekonda, mu më erdhi natë, se desha të thoja, jemi si ja kalon edhe ngela kështu, kaq. Do e pres të gjithë këtë pjesë. E mirë, do e them pra. Jo. Edhe po nuk i thash në supermarket erdhëm. Apo ja u thash? Ja u thash. Kjo quhet fillim Alzheimerit, se s'ka mundësi. Po kthejm në makinë e emocionuar, sepse njëra nga shoqet e mia të ngushta po pret bebkë. Është shoqja ime e parë që po pret bebkët, ju them të vërtetën. E nga të gjitha shoqet e mia është më e vogla që kam, që kemi diferencë 2 vjet më duket. Edhe sot bëri gender reveal-in, edhe më shkroi ti shoqja ime tjetër, më dërgoi fotografitë e njërin e tjetër, më emocionova shumë se nuk jam atje. Edhe shumë mërzitem që duhet t'i humb të gjitha këto gjëra, po jam shumë e lumtur për ata të dy. Opa, karkaleci. U kthyen karkalecat në shtëpi, edhe kemi supermarket hall dhe mbas Rosetos vajtëm edhe në Lidl, po, sepse bëjmë mix supermarketash. Dhe në Lidl mora avokado, raspberries, ananas. Kishim marrë neve një në Roseto, po pastaj vetëm te Lidl kishte me ofertë. E tham, hajt, merri të dyja, s'ka problem. Boronica, to janë më të lira në përgjithësi te Lidli, prandaj shkoj te Lidli. Cottage më duket e thojnë grekët këta. Kjo që dilate, se ka shumë proteina kjo në përgjithësi. Edhe mund ta hash kështu shumë kollaj me pak bukë, me avokado, me vezë dhe atë. Amitka, dhe morëm edhe një mix me të këtilla, plus një mix me fara. Kemi marrë shumë gjëra sot, apo më duket. Muesli, musli për në mëngjes, plus morëm të provojmë të bëjmë edhe porridge. Që kjo, tani edhe unë do ju gënjej se kam bërë ndonjëherë, po më duket i fut në një tiganka të vogël këto bashkë me pak qumësht, edhe del një si mëngjes i ngrohtë dhe i shëndetshëm, edhe si tregon këtu në foto, mund të vesi për çfarë të duash fruta, disa i vënë pak çokoladë, si për mjal. E tham hajde ta provojmë këtë si teknik. Buk, kemi marrë shumë kosa. Faktikisht, nga në ekonomike na del më mirë që marrëm një të madh, se ka të madh si kjo. Por e volisim burrin tim se thot hap një në mëngjes edhe nuk ri tani të bëj mizurën e kosit këndeja në. Mora një Pepsi me limon. Unë mendoja që kishte kola me limon. Po nuk kishte kola me limon. Do më thuash mund të kishe marrë një kola i të prisje ti hidhi brenda limon. Po më vajti mendja pa kur isha super. Jo. Banane, kastraveca. This one, just one, because prishen shumë shpejt and I don't like the rëshia after. Këtu është ananasi tjetër. Tara nesit, se kështu duken të mëdhaja, kur prite nuk del në kuantitet super gjigant. Letra banje, letra kuzhine, because we had to. And then mora një konfekcion të madh me feta. Epiros, original feta. Shumë është për burin, unë kisha sojën time, morëm edhe kavanozat e pesës, se e dini që makaronat në shtëpinë tonë nuk mungojnë. E pastaj gjë e fundit që morëm janë shumë ushqime për lushe. And that's all. Si më duken shumë, tani që po i shoh prap, nuk më duken shumë. Më duken një. Dhe në ndeho pja. Prepina se lo. Papa,
Se dje, piva pak kolla me limon, edhe pa që më ndimove të stomaku. Prandaj e mora prapë sot. Hey Google, meti un po di muzika. Google! Ok, Google, spenjiti. E dini çfarë problem kemi me këtë internetin ton? Bllokojt e duhet ta fikëm me ta rindezëm. Ndërkohë po ju flas nga studio. Thank you very much. Ato e ka marrë që t'i bëjmë tortillas. Mirë se erdhët te kuzhina e Klajdit. Të do ta vesi kapele. Nuk qekat mirë. Okej, buri me prevja të ananasin e shkret. Edhe e ka bërë të gjithë pjesën aty. Ananas të gjallë. Kështu që, po do bëj unë tani? Do pastroj kuzhinë. Mendoj që nuk ekziston një burr që mund të bëj diçka në kuzhinë e ta bëj pastër. Më duket që është impossibile. Impossibile. Më shkruani po keni mendime ndryshe nga kjo imi. Po burri juaj gatuan nëse bën diçka në kuzhinë e pastaj pastron. Se po ta keni ashtu, you are blessed. Like listen to me, you are really blessed. Është shumë paga ta burrë. Okej, Google, spenjiti. Kisha vënë edhe këto boronicat që të lajen. Sa ngjyra të bukura që janë. Këtu kemi edhe veska që po zëjmë për dark, për Klajdin. Unë nuk dua fare të haj dark në këtë moment, ju them të vërtetën. E dini çfarë, se këtu po mbushet plot shumë. Dua të porosis 2 raftka prej druri, që t'i vej aty te muri. Edhe aty të vej disa nga gjërat që kam këtu sipër, t'i vej aty te raftkat. Besoj edhe do mbush pak vendin, murin, se më duket shumë bosh këtu. Edhe do më jetë praktike, por dua t'i porosis raftkat e drurit, atje ku ka marr edhe tavolinën që kemi të shtëpisë, që është dru liri si ju kam thënë. Kishte edhe raftka druri atje, kështu që duhet ta gjeja të xhaxhin te marketplace, edhe të porosis 2 raftka drurit, apo sa kushtojnë, e ti marr. Po ju thash që po presim të bëjmë diçka pak më të madhe këtë muaj për shtëpinë, edhe nuk arrim dot i bëjmë të gjitha. Plus muaj shtator për ne është muaj që godet, sepse në muajin shtator un paguaj edhe siguracionin e makinës, paguajmë edhe llogaritaren ton që na bën të gjitha këto pjesa taksave, faturat që i dërgoj una për shembull Google-it për pagesën që më bën nga YouTube, faturat që dërgoj për bashkëpunime, Klajdit e puna vetë njërin tjetër, kështu që edhe ajo paguajt këtë muaj. Edhe ne jam mbledhur të gjitha kështu. Nuk po grindem, jam falemnderuese që punojmë, jam falemnderuese që kemi mundësi të bëjmë të gjitha këto gjërat e bukura. Thjesht po diskutoj me juve diçka, nuk e se po them, ç'a drame po kalojmë ne. Dhe ju them të vërtetën, po mendoj të marr edhe iPhone-in, sepse telefoni im është iPhone 13 Pro-ja, e i ka bërë 3-4 vite të mira, edhe ka dhënë shpirt. Nuk do i ndroja po nuk ishte dhënë shpirt, po ka dhënë shpirt. Tani në behar e fikeshe vet nga nxehtësia, duhet ta karikoj të paktën 3 herë në ditë, sepse bateria nuk bën me punë fare. Kamerat janë skandaloze këtij telefonit, frishur kualiteti fare. Edhe unë e përdor për punë, kështu që do desha ta blej iPhone-in. Por çfarë do bësh më përpara, Angela? Më përpara, vazhdosh duke pastruar kuzhinën, ata do bësh. Të pastroj edhe makinën e kafes, t'i bëj një pastrim të thellë edhe kësaj makinës të kafes. Why not? Është shumë kollaj për të pastruar me espressoja, thjesht do një bol kështu të madh, e veni këtu, e pat si funksionon trurin, po pastroja kuzhinën, e pash kafen e thasha, po duhet pastruar e kafja, edhe e lash prap kuzhinën në mes, tani prap do më kujtoj diçka t'ju them, prap do e lej në mes. Okej, Google, spenjiti. Po e shtyp 3 herë, 1, 2, 3. U bën vezë, drejt që ta haja rova. 1, 2, 3. Ja, po fillon ta bëj, shqyr. Kur nuk vëm fshes, orën që duhet të vesh fshes, edhe në orën 9:30 të darkës. Të paktën jemi te kati poshtë, nuk japëm bezdi komshimve. Kjo është gjëja e mirë, pozitivja. Kjo është pakoja gjigante, është edhe rend që më arriti në mëngjes. E me zërë po pres të hapë se përveç se fustaneve fantastike që kam porositur, edhe e di që do jenë yll. Ajrave ka marrë edhe gjaketa. Pas ka marrë gjingse. Edhe jam shumë excited. E para, është efekt lëkure, shumë e bukur. Tani është pak e rudhosur sepse ishte në qese. I like it very much, është oversized, ngjan pak me bomber. So streetwear. Është edhe ngrohtë ko popullcas tani. Tani pyetja ime është kjo. Lahet me 30 gradë thot. Super. Shikoni këtu, efekt peliçe.
Ngjyra yll, e kisha nevojë në koleksionin tim, një kështu të shkurtër. Edhe kjo light me 30 gradë. E pse do kisha shumë frikë ta live të gjojmë. Në lavatriçe të them të drejtën, nuk e di. So happy me zgjedhjet e mia. Në përgjithësi, so happy që kam bashkëpunim me Pepper Majon. Është nga brandet e mia të preferuara. Okej, se për një moment u tremba se mu duk sikur ishin me belë të lartër, por jo, janë me belë të ulët. Mjafton të shkoj të shkurtoj, se janë super të gjata. Do mund ta kisha marrë edhe një numër më të vogël, besoj. Prisni pak. Se dua një mendim. Më shkon. Kam frikë që kam gabuar numrin. Kam frikë që duhet ta kisha marrë një numër më të vogël. E të rinte pak më lart kjo pjesa këtu. Këto ripat mbrapa disi mblidhe, nuk jam shumë e sigurt. Edhe kjo sigur të do tapes që t'i ngjisësh këto pjesat këtu, se përndryshe shumë në rrezik. Por si fustan, yll. Edhe kjo qartazi do tapes ka nevojë që të ngjitet këtu kjo pjesa, por aman, wow. Do hap pak ananas në previ buri. E dini që ananas donjëherë të pickon gjun. Pashte vlogu i Albionës së thoshte, ta lesh 5 minuta brenda në ujë, edhe ikën ajo ndjesia. Fakt, iku. Është edhe lush këtu. Nuk kam ngrënë ndonjëherë në jetën time kush e di sa ananas. Mos ju them që më jepte edhe besti. Nuk e di pse këtë verë dua ta ha ananas. Mos je shtatzane. Desha t'ju flas pak për diellën, njerëz. Diella, ministra jon e prokurimeve publike, ministra jon AI. E dini çfarë do desha pak edhe mendimin tuaj poshtë për këtë gjë që kemi bërë ne, shteti i parë në botë. Mendimin e shqiptarëve që jetojnë në Shqipëri. Jo, edhe atyre që jetojnë jashtë shtetit. E dua. Tani kryeministri jon thotë që ka bërë këtë gjë për transparencë, që diella mos haj korrupsion, mos manipulohet. Edhe mos futet në burg edhe po ndodhi diçka. Prit se do arri, jasme nuk mundet dikush i thotë që do bëj si them unë ose do të bëj kështu ose ashtu një herë. Tjetrën e këtë gjë. Por, let me tell you something. Si fillim, një ministër që hyn si ministër diçkaje, hyn basi merr një mandat. Duhet të marrë një mandat një ministër. Ndërsa AI nuk është futur atje me mandat. Pastaj, këtë algoritmin që përdor AI për të zgjedhur gjërat që duhet të zgjedh. Kush e ka vendosur këtë algoritmin? Edhe kodin. Kush e kontrollon atë kod? Po bëri një gabim ky AI, gabim, le ta themi. AI nuk futet dot në burg. Nuk mundesh ta akuzosh AI. E fortë do jetë për shembull, sipas algoritmit, thotë AI për korrupsionin duhet të ndrojmë gjithë klasën politike. Thotë Dirama, po s'ka mundësi. Pa shaka, unë mendoj se kjo është eksperiment social. Po eksperimentojmë të ne. Se jemi 3 milion banor, jemi pak, edhe mund ta bash si eksperiment. Nuk mund ta bash të 60 milion banor, po të një shtet më të madh. Nuk po mbajmë anë politike. Nuk jemi me njërin apo me tjetrin fare. Pastaj ky kodi që kontrollohet nga ai që kontrollohet, që do përdoret për këtë ministrin ton, mund të manipulohet shumë kollaj. Okej, prandaj unë nuk jam shumë pro kësaj gjësh. Mund të thosh te dikush që ki besim te shteti jote dhe po e bën realisht për të mirë, për të hequr korrupsionin e për transparencë për të gjitha këto. Por, po të bazohemi që ne jemi një shtet kryesisht i bazuar në korruptim, si të arri unë ta besoj këtë gjë? Do me thënë, ne si shtet për t'ikur të marrë një certifikat lindjeje drejt që ta haj, që është diçka shumë kollaj. Duhet t'japëm 2000 lekëshin, duhet t'japëm kafen personit që na jep certifikatën tonë të lindjes. Përse nuk e kam kuptuar akoma? Për shembull, kur vajta unë të nxjerr kartën time të identitetit, më tha babi e mirë, unë kur i bëj këto punë të lej një 2000 lekësh aty kënde ande. Edhe pyetja ime është gjithmonë pse ekziston kjo gjë akoma sot? Se dikur ekzistonte, pse ne nuk mundohemi që mos e bëjmë këtë gjë? I thash babit, nuk do le lek. Nuk është që atje të kërkojnë lekët, okay? Por nuk është që po ti le lek do të thonë jo. Në të gjitha ambientet, le të flasim nga spitalet, në këto gjërat e komunës, për dokumenta, për pasaportë, kudo që të shkosh. Unë nuk e kuptoj këtë mentalitetin e të vazhdojmë të japëm lek. Do me thënë, këta njerëz janë ata vende pune dhe paguhen për ta bërë atë punën. Pse duhet të japun kafe? Është pyetja ime. E mbaj mend historikisht këtë gjë. Edhe kur kalonim doganën që babi fuste një 5000 lekë të pasaporta, i thosha babi, pse fut? Kemi ndonjë problem me donjë letër, kënde ande ke frikë që na hapim punë. E më thoshte jo, po kështu është sistemi. Nuk dua të jem pjesë e këtij lloji sistemi. E dim të gjithë që kur shkon për spitale njërin tjetrën, nuk të kërkon njëri lek, po i fut dorë në xhep doktorit, infermieres, diçka që të jap prioritet. Edhe don të na mbush mendjen tani kryeministri jon që me AI do mposhtet korrupsioni. Kur e gjitha baza jon është korrupsioni gjallë. Më falni që po ngrej zëri. Haj ananas. Ananas, pjesën e mezit e ka shumë të fortë, nuk më pëlqen. Por barabar do e ha, dhe kam paguar me lek. Pastaj e fundit, po të sulmohet nga hakerat, diella. Çfarë ndodh? Për pasoja do ketë kjo si gjë. E dim, nuk e dim. Lek janë ka shumë gjëra që nuk mund të arrit të perceptoj unë me trurin tim. Përmbase jam unë ignorante në këtë fushë, edhe mbase po gaboj, edhe mbase do jetë super zgjedhje. Shpresoj nga ato që thash unë mos jetë asgjë. Të jenë të gjitha të kundërta, e të shkojë gjitha super. Të jetë ministra më fantastike e Shqipërisë. Po.
Mirë mëngjes. Nga e diela jemi zgjuar, kemi përgatitur mëngjesin ton të hajmë në shtëpi, mos hajmë nga jashtë. Unë përgatita sot porridge. Ju thash mora porridge, përgatita porridge. Hajdeni të shohim po do më pëlqej kjo gjëja, se e di që shumë njerëz nuk e pëlqejnë. Nuk e hajnë porridge, i duket gjë e shpifur. Okej, e shpifur nuk është, por nuk është gjëja ime e preferuar që kam ngrënë në botë. Jo, shumë e mirë është. Porridge është ushqim i shëndetshëm, plus u bë super kollaj në 2 minuta, nuk ishte kush e di çfarë gjë. Ditët që haj mëngjes ashtu si duhet në shtëpi, pastaj ndjem shumë mirë me veten time, ndjem që kam bërë diçka super të mirë. Dhe tani do vishemi që të shkojmë të pim kafen ton. Nuk e di çfarë tjetër do bëjmë sot, se disa punë kam t'i bëj, edhe kam të filmoje disa bashkëpunime, e vërteta. Por koha jashtë nuk është në favorin tim. E në përgjithësi më pëlqen të filmoj bashkëpunimet kur kam dritë dielli jashtë, sepse del më bukur. Duke qenë që dritat që kam unë nuk janë aq profesionale, do me thënë nga në dritave është e vetë një pjesë që unë nuk kam investuar që t'investoj shumë lek, edhe pse këtu ku jetoj do duheshe, por duke qenë që kemi bërë kaq shumë investime në çdo lloj aspekt, për kamerën, objektivat, mikrofonat, për muzikën, për njerën, nuk ngelen edhe për drita. Por po përdora dritat nuk duket bukur ose nuk më pëlqen mua. Edhe nuk e di realisht si do shkoj ky muhabet. Më shkrojti një ndjekse që jeton diku kënde, e më tha që ka hapur Action atje ku jetoni, te shtëpia me qera. Kështu që desha të shkoj ta vizitoj Actionin me që është hapur kaq afër shtëpisë tonë, se më përpara duhet bënim 45-50 minuta rrugë me makinë që të shkojmë në Action. Tani nuk e di po më pëlqen kjo bluza me këto pantallonat. Nuk më pëlqen. Don't like it. No. Them të shkojmë të shohim, po ka ndonjë gjë cute edhe të bukur për këtë sezonin e. Por si quhet ky sezoni tani, se gjithmonë duhet bëj 5 minuta pauzë që ta kujtoj. E vjeshtës. Juve në përgjithësi, kë stin preferoni? Prap diçka nuk më pëlqen te outfiti im sot. Ja, ndrova pantallonat. Juve që nuk keni kafshë shtëpiake, mbase nuk e dini. Por çenka im shifendra njerëz. Jo i imi që është partikolar. Të gjithë çenkat, supozoj të gjithë mackat në përgjithësi kafshët shohën ëndra. Nëse nuk e di për të gjitha kafshët, e di për qenin që kam në shtëpi. Edhe që thoni shifendra në darkë, ose fillon në gjumë e bën lëviz bishtkën për shembull, ose këngët bën sikur vrapon. Do desha kaq shumë të dija çfarë ndërojnë çenkat. Like jam shumë kurioze. Se fendra ti? Ku se fendra? Desha që dje të hyj të bëj në dush, po kishte vajtur vonë. Edhe në darkë nuk më pëlqen të bëj dush. Nuk dua të ndjej ndjesin atyre flokëve që nuk janë të thara mirë në darkë kur fle. Më ka kaluar psikologjike, sikur do sëmurem po të fle me flokët ashtu. Se kështu më thoshte gjithmonë Ketula, jo me flokë të lagurat se sëmures të ze fyti e njëra tjetra. Edhe unë tani nuk mundem, e kam këtu te trurim. Por sot, mbasi të kthehemi. Unë s'kam marrë çelësat e makinës time. Duhet të marr çelësat e makinës time. Por si po ju thosha, kam super shumë nevojë të bëj dush, kështu që sapo të mbaroj me punkat që kemi jashtë, të vi në shtëpi të laj mirë, që edhe humori im të ndryshoj, të ndjem më mirë akoma. Plus në darkë kemi një darkë. Jemi të ftuar në ditëlindje të një gocë jetë të vogël që kur ka lindur isha atje edhe unë. Edhe po, shumë nice. Ai bukur. Paska merkato që thoni sot. Në përgjithësi këto 4 ditë kam bërë si tip festa këtu te fshati jon i vogël, por ishin në darkë, më shumë me koncerte, me pije, me lodra për fëmijë. Por sot po bëkan që në mëngjes, bankarelat, i hedhëm një sy pastaj. Që ka hapur Actioni atje ku mirëni më makarons të mira këtu, te kjo lagja. Gjithmonë kur vinim këtu s'kishim problem të gjejmë parkim njërin e tjetrën. Sot është plot edhe jam e sigurt që të gjithë janë në Action. Do më zër koka. E shohëm po ka ngelur e diçka për të bler, apo e kam boshatisur se është hapur dje. Bet nami, edhe nuk po gjej asgjë nga ato që desha të marr. Mbasi pritëm 40 minuta në radhë për të paguar, më në fund dolëm. Atëre, aty mbrapa rumuja? Okej. Çfarë mori këtë kontenitorit? Nuk e di për çfarë arsye. Unë gocë se ka ditëlindje këtë, sepse si dhuratë do japem, e dini juve tani gjëra klasike, lek. Por thash që t'i bëja edhe diçka të vockël që të ketë të hap sot edhe të gëzoj, se për fëmijët është ndryshe nga ne të rriturit. Edhe i mora këtë qeskën, që është kështu roz me flutura gold, shumë e bukur. Tani e gjetën të kalojnë kamiona, motora, të gjitha. Pastaj i mora këtë. Kirmia është një si tip libër fletore që hapet me kyç, ka kyçin e vet sekret. Edhe ka brenda gjëra për të vizatuar, ka edhe disa ngjyruesa, ka edhe stikera, edhe është me Princesses of Disney. Tani kishte të opsion Frozen, po unë jam e sigurt po i pëlqen më shumë Frozen, mbas edhe i pëlqen se këto princesat e Disney janë të epokës time, po nuk e di po vajzat që ndjekën apo janë më shumë Frozen. Gjithsesi, i morën gjëra që do desha të kem edhe unë e vogël si dhurata. Është si tip fletore, edhe ka shumë stikersa, shikoni sa të bukura që janë. Leke duhet edhe për veten time tani që jam e madhe. Pastaj i mora një face mask hand cream, plus gjeta edhe këtë që më
pëlqevi. Është kështu një gjë që me leshka. Edhe unë mendova që ishte si tip fletore vockël. Po jo, kur e hap ka pasur ke dhe lip glossa këtu. Edhe thash okay, shumë e bukur edhe kjo të marr. Gjeta pastaj këtë setin, edhe ka brenda karta. Këto janë modelet e kartave që ka ky seti brenda. Edhe duhen gjithmonë një për këto raste ditëlindjes, shurime. Edhe ka brenda kështu kartushka që mua më duken shumë estetike të bukura. Edhe ka edhe, tani po i thosha te trurin fjalën e asaj. Edhe ka modele të ndryshme. Plus edhe zarfin që ta fosësh brenda në zarf. Ishte diçka të tipit 1,90 €. Merre, gjithmonë duhet. Mora këtë lodrën për qenkën time, dhe është lodrë mjaft e madhe, që të mundet ta tërheq. Pak i durojnë Milos këto se i bën cop me dhëm, po 3 € ishte, kështu që thash super. Morëm shumë bateri të kemi në shtëpi, se ishin 12 cop 6 €. Letra, gjeta këto, Cashews, Persetench, just because. Qese të vogla për plerat e banjës, edhe gjeta këte. Tani unë këta nuk e kam marrë ndonjëherë. Është kjo gjaja. Më duket pluresh, më duket që doli pluri pak, kështu si pa e tundnja. Ermban fantastike dhe thot që e hedh te koshi, te qesja poshtë të plerave, që të mbaj erë të mirë, edhe që mos mbaj lagështi, se thot që thith liquids, edhe eliminon aromarat e këqija. Nice. Mora pastaj një qeri, edhe e bëra maçi me këtu që është aromatizues ambienti. Edhe një mask për këmbët për vete, e një lip therapy, cocoa butter, këto të vazelinës janë shumë të mira për buzët edhe shumë të lira, më pëlqejnë. Këto ishin blerjet tona të ditës të sotshme. Neve hengëm shpejt, hyra bëra një dush, por në orën 7 do jetë darka. Dhe ora është 6 pa ca, e më duket që do vonojmë. Më ka zënë stresi, se mbasi erdëm thash të fshi pak edhe oborin se kam fshirë këtë javë, jo po të mbledh pak edhe këtë, jo po të mbledh pak edhe ata, edhe mbledh, i ku dita edhe ora. Duhet kisha i qo mustaqet. E dini qarë, ja dola, ora është pa 20, neve 5 minuta na duhet që t'arim atje. Tani, për veshjen, vajta basic, se për pica do shkojmë, kam veshur jeans e këtë bluskën. Tem të kombinoj edhe këto këpuckat, që janë kitten heels, jo të lartra, kështu që nuk na dem këmba, po t'japën një diçka outfitit to. Flokët e mia janë outfiti vet. I love my flok. So nice. Mirë të ishte të marrë një xhaket, se në dark sa do freskohet pak koha. E dini qarë, nuk ju kam treguar dhuratin që më ka bler Klajt për 30 vjetorin tim edhe për vjetorin ton. Kam haruar fare, do ja u tregoj, me që kam pak kohë. Look at this. E dini që kam një fiksim me çantat vintage. U fiksova me këtë modelin, me modelin Jackie. Po desha Jackin atë vintage-in, desha Jackin e vjet. E desha tjetë edhe pa defekte, por edhe në një çmim që mundesha ta marr. Veçojnë që në përgjithësi janë të shtrenjta. Po unë nuk para harxoj shumë lekë. Si ju kam thënë edhe herë të tjera, të është një Fendi 250 € apo një Gucci 280 €, është si të kur të blesh një Michael Kors të madhe e të re. Nuk është një çmim absurd për të harxuar për atë lloj marke. Se pyeti Klajdi çfarë dua për 30 vjetorin, i thashë idealisht do desha këtë çantë. E më tha, "Ok, kur ta gjesh më thuaj që ta marrëm." Edhe unë bëra shumë muaj kërkesa që ta gjej. E më në fund e gjeta, edhe arrit. Kjo është çanta që desha. Desha një çantë të zezë, kësaj radhe, se duhet të jetë edhe mjaft e madhe që të nxej shumë gjëra, edhe kjo nuk është një mini bag, është mirë. Si madhësi, e shikoni edhe lëkurën rreth e rrotull, është pa defekte fare thuajse. Ka tunja 2 defekte të vogla, që është shumë normale se po ta përdorësh një diçka kështu bet, por nuk është asgjë ajo. Dhe jam shumë falënderuese që më mori, edhe adhuroj and it's my new baby. Hope you liked it. Tani una, me outfitin më shkon kjo apo të mbaj te. Parim në tonet e të kuqes më duket që kjo shkon më shumë. Edhe këtë mora nga një francez që kishte të vintit i vet vetëm gjëra vintage marka. Kishte shumë recensioni të mira, kritika domethënë të mira, edhe bëra që të kaloj edhe atë pjesën e autentikimit. Më mirë është me këtë, s'ka gjë të marr. Barabar tani nuk do e vese tani pa pullsas vape, unë po ta kem atje me vete. Bën shumë vap ikëm. T'ja tregoj edhe kështu këpuckat që duken pak më mirë sandalkat. Shumë e lumtur se është hera e parë që po i vesh. Tani ikim. Mirë mëngjes nga e Hana. Si e shikoni jam gati për palestër. Javën e kaluar vajta 3 ditë sepse, si ju thashtë ende në ndjeva keq, me stomakun kështu që edhe të premte nuk vajta. Dhe ati ku them do i filloj mirë, fort, njerën tjetër, diçka ndodh. Sot u zgjova vajta piva kafe me buri, nuk theva në shtëpi, fillova të bëjmë gati. Ora lavatriçi, po mblidhja pak këndë ande, më bje telefoni, edhe ishte banka. E në atë moment u kujtova që në orën 9 sot kisha lënë apuntamenti te banka sepse duhet t'jepja ca firma. E ngri telefonin i them, e kam haruar, më fal po vi. Edhe deri tani isha te banka, edhe tani po ikëm vrap te palestra. Jam me shumë pak vonesë, por që është okay, s'ka gjë, njerëz jemi, ç'a bëjmë tani?
plus kjo makina ime është bërë në gjendje urgjente për të larë. Unë mora kameran me idenë që do filmoj, po nuk kam marrë tripodin me vete, kështu që do ju le këtu të më prisni, sa po të mbaroj, ju rimarr. 1 orë palestër dan dhe e dini qarë. Kisha marrë këtu me vete, po të shikoni pak. Jam pak uvintet që do ju qoja në post, por jam bërë qull. Jam qull në këtë moment. Kamuri duhet të ha dëshpërimisht kos në këtë moment. Nuk e di pse trurimi më thot të ha kos ose pull me salcë kosi. Para dushin, e dëgjoni tani. Erdhi cikli. Nuk isha mirë as kur po bëja palestrën, që them të drejtën, edhe kur mbarova palestrën nuk isha full në energji siç jam normalisht. Se palestra ti jep ataj gjën, që të mbush me energji, pastaj ndjesh turbo që mundesh të, nuk e di, të shkatrosh botë. Nuk e kisha këtë. Hyra të bëj dushin e po ndjesha shumë e dobët nga ana e trupit, nuk e di si t'ju sqaroj, nga ana psikologjike, nga të gjitha anët, shumë keq kësaj radhe. Kisha ndjesin që dua të vjell. Vajti Klajdi më mori këto ilaçet në farmaci që kanë edhe për këtë sensin e të vjellës. Më mori edhe këto, sepse ato që kishin skaduar. Mora edhe Okitask, sepse në përgjithësi nuk kisha Okitask. E tani kam marrë këtë gjën me ilaçet që kam në shtëpi, edhe po hedh ilaçe, sepse gjeta kuti që janë të skaduar. Në rast që ti bëjmë këto kontrollet një herë në kaq. I 8/2025. Kjo për shembull, muajin e kaluar kam mbaruar po. Por për shembull, këto takipirenat janë që i shkrin ujë. Mua në përgjithësi gjërat që shkrin ujë ma shpifën, nuk i dua fare. I urej. Edhe po bëj 1 sekond këtë punën tani. Ka ilaçe që nuk e di çfarë janë fare për shembull. Tu ka Cevoltaren që ka marrë me vete që kur kam erdhur nga Greqia që sigurt janë të skaduara. E mbani mend javën e kaluar që ju thash që kam të bëj edhe shtëpinë e drurit. Akoma kam të bëj. Kështu që po filloj, aq sa do duroj. E pse mora atë ilaçin? E ka kaluar gjysmore që kur e kam marrë, stomaku im është akoma shumë keq. Të gjitha ranjatelat, shiva edhe lava po shtokën, e them të fus për të larë këta tani, këta do e laj veç që ju tregova nga Peper Mayo. Sot që lartë me 30 gradë, shpresoj të jetë e vërtet. Tani kjo është edhe e re, nuk e se është e pisët, thjesht nuk do të ketë bakterë nga njerëzit e tjerë që kanë prekur, e kanë paketuar, e kanë qepur, kupton. Sado diçka e re ka ato të vetat. Unë do e vej në delikate. Kisha shumë ditë tani që desha ta bëj sallonin me këta me avull. Dihet këtu gatuajmë edhe ngelen shumë njollat e kuzhina. Me qënë se nuk e shoh mirë gjendjen, nuk e di po vëje të re se sa dritën duart e mia në këtë moment. Do bash magji. Do filloj me magjit se nuk po e shoh mirë situatën. Okej, në vesh flakën. E heqëm energjinë negative së mundullekum nga këtu brenda, sepse nuk mundem ta filloj kështu sezonin e ri të jetës time, e të vjeshtës. Hik që këtu, hik cena ke mërzitur jetën, me abra katabra. Unë kam përfunduar në divan këtu e disa orë, kam vënë edhe ujë të ngrohtë stomaku që të më lërë, edhe pse nuk besoj që ka lidhje, por është edhe një kombinim i ciklit me stomakun që më dhemë të dy edhe nuk e di ka të ndrejqë më përpara. Nesër do marr urgjent doktoreshën telefon të lë një apuntament të shkoj sepse kam filluar po bëj merak, kanë kaluar mjaft shumë ditë që stomaku im po më bën këto numrat e nuk po më le. Në fillim thash një virus do jetë, tani kam filluar të bëj merak. Diku këtu them t'ju le, e ne do shihemi si gjithmonë te video radhës. Mua.